Përshëndetje njerëz të me të dritës, besoj që jeni mas mirë ti mbut, ku do që jeni. Në këtë punën që na e bojmë në zhvillimin personal dhe punojmë rregullisht me seanca, na përbollemi për çdo ditë me lloj-lloj rasti edhe lloj-lloj sfidash të njerëzve. Po sot që m'boni përshtypje shumë një rast, edhe kjo m'bon me u befasu jashtëzakonisht shumë, se çdo klient që vjen me një temë, ata klienta flasin për jetën teme që unë kam kalu nëpër këtë rrugë temë. Domethënë që i kam përjetu edhe une disa edhe në shumicë prej tyne. Njëna ndër to sot që m'boni shumë përshtypje ishke se mutër tha vajza mu ka nda prej burrit, arsyeja ka qenë se kunata e ka ingjizu. E ka ingjizu kunata, kjo e pa djallëzume, e ri si nuse, edhe ka dasht mu shprej me kunatën, e ka gjetë besimin se një njeri që është besnik vetë, një njeri që i beson tjetrit, ajo është empatik edhe ajo është besnik vetë. Për çatë arsye edhe i beson edhe tjetrit me u shprej. Mirë po nuk e bujnë men për shembull se nuk është secili aty për të mirën tone, pa marrë parasysh. Është një shkollë që na këna mësu shumë, se unë për veti kam mësu shumë për vetën time, për atë arsye edhe po e flas edhe me juve që tu ndodhi cilat na kanë ndodhur neve gjatë jetës. Tha, jam shprej me kunatën, çka bën ajo hijenja, e merr edhe e ingjizon. E ingjizon pse këta njerëz që i bujnë këto veprime që e ingjizojnë tjetrin, domethënë kjo është ma e rrezikshme se sa ajo e gjura se ka kallëzu diçka për jetës saj, pa marrë parasysh cilat janë ato shprehjet, cilat kjo i ka besu asaj edhe u shpreh. Kjo e ka marrë edhe ka ingjizu llogaritën e ti, në çfarë niveli njerëzve kena na edhe jetojna na me qasi njerëz. E ka marrë, e ka ingjizu, edhe ja ka kallëzu bjarrive e burrit sajna, edhe ja ka shkatru martesën. Do me thonë, mirë po tashtin këtë rast, bjarria edhe burri, këta kanë ra nivelin ma tolt që mundet me egzistu, pse i kanë besu asoj hijenës, se ata duhet me pa qatë personin i cili ka ingjizu edhe po shpihunan, ata duhet me pa si rrezik. E ju këta që kjo ka kallëzu diçka se nuk ka mujt ma me mojt mrena, ose e ka brejt edhe nuk e ka shprej do me thonë ndjesit e veta që kanë munu me njerëzit adekuat, që ka mentor të ndryshëm, ka terapeut ndryshëm, që kjo është gabimi i parë që po mujnë me ba disa motra e vlezër e po shprehen me njerëzit e gabum. Se na hijena kena edhe mrena në familje, që na ju besojna, edhe menojna që i kena shumë të afërt zemrës, a realisht ata janë në shumicë që këqyrin vetëm me shti, me dhes flokën, me hidh benzin flokës, edhe me shkatëru një familje ose një çift në këtë rast. Këto pse e thash se gjithçka më ka ndodhur edhe mu. Beson Zot se kam pas njerëz në rrethin tem, që çdo fjalë që jena shpreh lirshëm, na jena ingjizu. Për çatë arsye ata njerëz nuk janë në jetën tem edhe të familjes tem. Ata janë njerëzit më të rrezikshëm, se ata e kanë vetë besimin edhe vetë vlerësimin e
kanë shëmtojt. Tani kam pas një rast që për shembull mu ka mbyll telefoni, ma ka lyp pukin, tu u munu një hijene me ma qel telefonin tem, me nxerr shka aja ka dasht mu yshy prej telefonit tem, me mi përdur mu gjanat e mia personale, ose ku e di unë shka ka menu aja, edhe telefoni jem ma ka lyp pukin. Momentin që thash, mëse preke telefonin të temin, o skoq, komplet, edhe ju pasha zotin, ju pasha, o po, njerës, na rrethohemi me kësi njerës, të pa vlera, na rrethohemi me kësi njerës, të pa edukat edhe që nuk kanë vetë besem edhe vetë vlerësem. Po munohen, do me thonë, tu e përdur një fjallë ma e vogla nëse është, një fjallë ma e vogla nëse është që nuk është shumë e rëndësishme si fjali, ata munohen me përdur kundrejteje. E kjo i vjen që janë niveli ma i olt i njerëzimit. Jo që po du mi fy, po m'vjen keq, mirë po janë, edhe realiteti si realitet është që kë realitet i hidhur, mirë po është realitet. E unë e bëj një apel për krejt motrat e për krejt vlezrit që po bin në kësi gracka, ju lutna mos i besoni askujna, mirë po janë mentorët, janë terapeut, ka psikolog që mund është mi shprej ndjesit e tua, cilat po të munojnë, shko shprehu lirisht. Na i kem me leq që çdo emocion i pashprehun që shprehet te na, ato jesin këto. Edhe e liron vetën tone, e liron emocionin ton, punon me vetën tone, në brendin tone, edhe nuk ka nevoj, nuk është e nevojshme me shprej gjithë shka me njerëzit e gabun. Se kjo ju ka kushtu shumicës njerëzve ju ka kushtu me shkatrim familje, sot jetojnë damas, sot ju kanë me fëmija as në tokë, as në qiell, për shka? Për arsye që janë mush hijenat, sikur në përjete pun e madhe, se ata nuk i njohum, as nuk na bëjmë përshtypje, mirë po këta hijenat që i kena mrena në shpi, mrena në familje. Do me thonë, këta ta përdorin shpirt bardhësin tone, ta përdorin mirësien tone, për me ngrit të tjertë ma lartë, se ata mendojnë që po ngriten, mirë po edhe ata e kanë drejtë se ata ngriten te ata njerëz që janë me qato nivele, mirë po ngritja edhe nivelet e larta, ato fillojnë prej neve, tu i shëru plakët e tona, tu i shëru shpirtin ton, tu i thonë të vërtetën, se e vërteta është e vërtet gjithmonë. Thuje pa frikë, edhe shumica në martesë që martohen, para martesës, do me thonë që nuk i kallzojnë realitetin e ndodhive shka ju ka ndodhë më herët, mirë po hinë me një martesë, me qato sekrete, me qato barra, edhe në fund, kur t'ju vjen koha me dolla të sekrete, shkatruhet komplet martesa. Pse pe bani? Thujem fillim tavëlin, kjo jam unë. Nëse më pranon qështu qysh jam me të mirat edhe me jo të mirat e mia, me të kalumën e me bagashin tem cilin e kam lënë për mrapa, atëherë na mujna me hi me një lidhje. Po nëse nuk pranon, unë po t'i tregoj se qëtu janë. Nëse do me pranu, pranon, nëse s'do me pranu, ditën e mirë të rrugën tone, unë e temën, edhe bon, edhe pa ty. Qysh kam jetu të eritani, jetoj prap vetë. Faleminderit që më të quat. Kjo është e gjitha, keni kujdes me ka në shpallos një zemrën. Se jo krejt njerëzit